Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. Marr kafe te Vikeli, po për Silvia, pastaj do më duhet shkoj te shtëpia, do më duhet bëj servis makines, do më duhet të merr me ca letra për t'i vullosur në një zyrë këtu që quhet kep. Do të thënë jam shumë e ngarkuar sot, por duhet ta nis ditën tani në mëngjes. Të shkoj, të filloj me kafe, njerë të hap syt, gocat janë në shkollë, edhe dua të shkoj pak nga Lidl, nuk e di, po shkoja në reviz këtu në internet, po shikoja që kanë nxjerrë disa gjëra, po koti jeth një sy, por më duhet edhe të blej disa gjëra, sepse këta të dy që i kam lënë në shtëpi, Fatmiri Margitën, nuk kam bler asnjë gjë, ndonjë qumësh, ndonjë diçka të vogël, çfarë kanë dashur më tepër, kanë gatuar ndonjë gjë, më tepër mish skuqur kanë ngrenë, kanë proceduar edhe nga jashtë, sepse duke qenë që të dy shumë orë nuk janë në shtëpi, detyrimisht nuk kanë mundu me gatu dot. Edhe do më duhet blej, po pak gjëra. Jemi në vlogmas dhe ditën e 22, edhe 2 ditë na kanë ngelur. Në fakt edhe 3 ditë fare po vendosha për ditën e Krishtlindjeve të mos e bëja vlogun, nuk e di po mendohem. Ndoshta mund vendos 2 vlogje, sot jo s'besoj, por nesër. Kam disa punë shtëpie për të bërë, por problemi është që nuk dua që t'i ngacmoj tani, diku nesër ose pas nesër mund t'i bëj, se Argita i ka bërë. Po thuaj se të gjitha, por prap ka akoma duhet të ndroj, sot duhet të ndroj çarçafat, por ditën nuk mendoj që t'i bëj, sot ditën jo, por në mbrëmje, para gjumit. Nisemi për tek shtëpia, të shikojmë shtëpinë sepse ka mbaruar. Dhe Nipi Fatmir po më thoshte që do na sjellësh ëmbëlsirat na ëmbëlsosh, se shtëpia është bërë bore bardhë, drit. Kështu që shkojmë të shikojmë shtëpinë. Jam me një dorë dhe ka filluar pak shiu këtu, edhe më duhet të ambientohem çik ditën e parë. Gjithmonë kur je në lëvizje, do me thënë që udhton, po unë e pata udhtimin me val gjata, fakt se ishte afërsisht 7 ditë fiks. Sot me zor jam ngrit nga gjumi dhe koha këtu, vranat atje mjegull, vranat këtu shi. Erdha në shtëpi dhe shikoni pak gjërat që bleva tek Lidl, sepse siç e thash, na i kishin bërë shtëpinë damull këta, Argita me Fatmirin. Atëherë, unë nuk po i tregoj një nga një, por do të tregoj diçka, do me thënë të veçantë. Mora dhe këtë Aques, kjo është italiane, Moscato d'Asti. Dhe mora veçantë që mora mishin e keçit, në Lidl, mishi i keçit, edhe mishi i, do me thënë kur sillin gjeldeti, e kanë shumë mirë, e kanë provuar një gjelin e detit dhe nuk e harroj, ishte super. Dhe tjetër do t'ju tregoj, këtu kam fruta perime zarzavati, kam marrë të gjitha kosfrutash të gjitha dhe disa erza që më mungonin, pa tjetër verëra, kjo është e kuqe, mund të marrë edhe në pazar, pa tjetër, por nuk e di do arrit dot sepse të ejnëten janë Krishtlindjet, këtu në Greqi. Edhe nuk e dia do bëhen nesër pazar dhe nuk e dia do arrit dot. Atëhere, mora diçka të veçantë që po ju tregoj, kjo është turta, do me thënë tort melo makarona. Tort melo makarona, unë nuk e kam provuar, sinqerisht është hera parë dhe doja shumë që ta provoja. Është hera parë dhe kjo është diçka që e kanë nxjerr tani, mos kujtoni se ka qenë, unë se unë e di që nuk ka qenë. Mos e di pse, ose ndoshta kjo ka qenë në shitje para shumë kohësh dhe unë se kam parë, por nuk e besoj. Dhe këtu është edhe receta mbrapa, dhe kështu që më pëlqeu, lexova, shumë mirë, dua ta provoj një herë. Melo makaronat me tort, se po e them turta. Edhe kjo ishte diçka e veçantë, shumë e mirë, dhe do ta gatuaj mishin e keçit. Do ta bëj edhe në furrë, do ta bëja edhe tav kosi, me gjithse mishi i qingjit është më i mirë, por edhe mishi i keçit nuk është keq, me që është keq qumshi i njom, ja ku thot këtu është keq qumshi, pra është i njom. Kam bler dhe herë tjetër, nuk e di pse po më ka pëlqyer, Fatmiri nuk do, po unë e kam bler, edhe kur e kam gatuar,
është llokum, shumë i mirë. Megjithëse mishat në litër nuk më pëlqejnë, nuk i dua. Por kur e ka marrë për provë, sinqerisht ja vlen. Edhe ky ishte 2,20 të me thënë, 2,20 3 kg. S'ka don në datën 31 këtë muaj dhe unë të ta gatuaj sot, prandaj e mora. Këto 3 copat e keçit i kam bërë për goca, se nuk e dia do ta han dot gjithë, se po më thonin që nuk kanë shumë reks, por na që ka tharë dhe pak lëngu. Në fakt i bera pak lëng, por e lash në furrë dhe kam vendos 3 thelpi hudhra, siç e shikoni, dhe 2 qep. Kështu që për atë nuk e vendosa shumë mish, se kam mall që ma lën aty, dhe unë me Fatmirin do të ham tavkosi, do t'ja tregoj sa ta ish nga furra. Edhe tavën e kosit e mbarova, do ta skuq pak me specë të kuq. Kjo është trega jonë për sot. Vesha bijamet edhe thash që të bëni pak muhabet. Ajo që doja të thoja është që nuk kam pas kohë që t'ju kthej komentet, paktën për gocat që kanë qenë pothuajse çdo ditë, ose edhe çdo ditë, edhe për ato që nuk kanë shkruar çdo ditë, por kanë qenë domethënë aktive në komente, në pjesën më të madhe të videove. Nuk kam mundur dot sepse kisha gjatë gjithë kohës telefonin dorë, po duhet edhe të argëtohesha, ta shijoja. Edhe nuk është një gjë që mua nuk më pëlqen, e kam thënë edhe e them, nuk më pëlqen që të jem gjatë gjithë kohës me telefonin dorë çdo gjë. Domethënë, të kem një pjatë, prit se do ta bëj foto, të kem një diçka tjetër, prit se do ta bëj foto. Nuk dua të jem aq e fiksuar, nuk më pëlqen kjo gjë. Dua të shijoj momentin, nëse kam kohë për një moment që mund ta bëj foto diçka ose video, patjetër që po, por është edhe ajo që duket sikur nuk po jeton siç duhet momentin, më duket sikur nuk e përjetoj dhe jetoj momentin ashtu siç dua unë me personat që e zemrës, me njerëzit e zemrës, me persona të mirë. Pra, mendoj se nuk shijohet asnjëherë në maksimum nëse telefoni gjatë gjithë kohës filmim. Është shumë e lodhshme për mendimin tim, mendoj që është diçka që nuk e shijon dot. Për mendimin tim, edhe unë nuk arri dot, paktën për veten time po flas, që ta shijoj 100% në maksimum, nëse e hap në çdo fjalë, në çdo moment, në çdo ngrenje, në çdo kafe, kudo. Gocat i kam në shtëpi, drekën, siç e thash, e mbarova. Tani t'ju them të vërtetën, çantën dhe valizhen akoma kanë pak rrobe brenda, nuk i kam sistemu dot, si çaj lodhur mbrëm. Edhe sot që, si që ngrita në mëngjes, më duhet shkoja dhe sot jam vonuar shumë, dhe të mendoni që tani është mbasdite. Të paktën mbrëm, hoqa qa ishin për të larë, i vendosa lavatrici që mbrëm, i lam, i nejmë, gjitha i bëra. Nuk i kam vendos dot, nuk kam arrit dot që ti vendos. Edhe fustanin që hoqa do ta laj, sepse e vesha që në mëngjes, i këtu, i ka tje, hy me i zyrë, shko të shtëpia, gatuaj, kështu që më duhet ta laj se nuk pa e mbaj dot. Po presim më marrin telefon mekaniku i makines, sepse po i bëj service. Tek shtëpia e re nuk do filmoj, nuk e di, më shfiksu që nuk do filmoj. Shtëpia brenda është super, ka mbaruar komplet. Nuk ka as edhe një gjë, domethënë po flas për këto mjetet e ndërtimit, soatime, gjëra, bojrat komplet kanë mbaruar. Pra, si që thash që kishte mbaruar, i çova çunave, sot kisha njerëz në punë tek shtëpia, nuk filmova, thash nuk do filmoj. I çova pak kadaif, çova ëmbëlsira. Po kadaif i çova në fakt, nuk i çova shumë ëmbëlsira. Një kuti me kadaif, ka mbaruar, domethënë gipsat, lart se pa të ngel tavanet, sa kam qenë unë një javë në Austri, kanë mbaruar shumë punë, janë shtruar gjitha shkallët, balkonet, kanë mbaruar çdo gjë, janë bërë pllakat e mermerit, komplet. Dhe po presim dyert dritare dhe dyert dhe dritaret na ka thënë mbas festave. I bie nga janari. Kështu që kur të vinë do vinë fluks. E mbas festave do të vinë dyert dritare jashtë, dyert dritare brenda, do vi kuzhina, do të thënë kundra bufeja, dollapet. Shpresoj të vinë me radhë. Mos na bëjnë ngërc, do të thënë që të vinë të gjithë, megjithëse nuk besoj që do vinë të gjithë për një herësh. Por këtë doja t'ju thoja, dhe video tani do të ketë tek shtëpia kur të shpërngulemi. Ndoshta ndonjë foto ose në Instagram diçka,
e pakët, por që do të ketë vetëm atëherë, megjithse ka punë jashtë e kobori, kobori ka punë. Në momentet që do vinë dyert dritare, mos them që mund të bëhet tani para vitit të ri. Fatmiri ka marrë leje për të gërmuar pjesën para të oborit, se do ta ulim pak, ka shumë e lartë nga pjesa e trotuarit, dhe nuk duhet jemi të paktën, nuk e di, një shkallë. Për Krishtlindje nuk e kemi menduar se ku do shkojmë dhe ku do i festojmë. Jemi në pikë pyetje. Megjithse Fatmiri 3 ditë do jetë pushim, nuk na ka thënë gjë, se kështu i ka i bam bam. Baklava po mendohem të bëj, por më kanë thënë që do ma sjellin nga Shqipëria dhe kështu që mi kanë lehtësu krahët. Shikoj tani kush do ma sjelli, se mami ka dëshirë, por nuk mundet marr gjithë këto baklava. Kunata motra Fatmirit, po, kunata tjetër që kemi burrat vëllezër, po. Nuk e di se kush do e sjelli tash baklava, do më vinë tepsiat me baklava. Edhe s'di ka ti qoj pasaj, tifusit shitme. Shaka, mos e merrni me vërtet. Sot t'i dash edhe dhurat Silvjes atë parfumin që mora në brenda në aeroplan, që i mora dhe Argitës, ja mora njësoj edhe Silvjes edhe Argitës. Por nuk daj që të përmendja emra. Edhe thash shoqes time, ja dash sot dhe ju bëj qifi shumë, e pëlqeu. Pa tjetër, dhuratat gjithmonë janë të bukura edhe kur kemi gjëra të vogla. Në fakt kemi për të hap edhe atë dërkucin e Adrianës. Adriana ka gjithë vitin që mlet lek dhe nuk e dim akoma dërkucin se sa lek ka brenda, edhe Adriana i ka për vete ato. Do t'i shpenzoj për vete. Dhe me që e kam qik zemër bar, do t'japi qik Argitës, se kështu i tha. Tani jemi në fund të videos, edhe do bëjmë mbylljen, që do të qemi prap nesër, shpresojmë t'jemi mirë edhe nesër. Edhe dua shumë që të bëj, si që tash 2 video, të shikoj se që do bëj. Kemi dhe me thënë planet tjera dhe nuk e di a do e arrit dot për 2 video. Shpresoj, ndoshta edhe për pastruar shtëpin, për tapetet, për duke qenë që është koha pak shi dhe e ka dhenë pak shi, besoj se tapetet do t'i nxjerr 2 minuta, do t'i vendos pra brenda. Tani plani për nesër, kota shi. Bëhet. Këtu ka make-upet, inshallah së shprish, këto make-upet që pa ta marrë me vete, nuk i ka vendos akoma në për vende, jo nuk është shprish, shumë mirë. Ja, make-upet shita si që mora atë ditë, edhe sot që bera make-up, po këtu. Po të kjo, nuk i ka vendosë të kutia që kanë, kështu që shihemi nesër, mirëpafshim.